të cili vend keni takohemi të vendi se çfarë pikë më kanë. Jo, tani do të regojmë qipa, ishte ndryshe kishim thënë me emër, te vendi mjafton. Se po du shumë kurreshtor takimin e parë me baba. Çfarë veshe mas pari? Diçka Se i të rëzatol. Lino kom po zeshë diçka, nuk më konë shumë, se nuk konë e ditë me sigurt apo takom apo jo. Edhe ka qenë ditëlindja e Jasit në përshëndes shumë. E përshëndes mama Vjerë. Edhe unë mbledhem me një darkë, qëndru pak të njerë tuni. Edhe unë në fillim pata pak stres, pak emocione, se isha me taku babën e kësajna për herë të parë, abdin. Po mirë, ka shku shumë nice. Tani jena sheshtu shumë shpejt, abdin. Tash kena muhabet shumë të mirë, abdin. Takohem të çdo ditë bashkë, rrim bashkë, bëjmë muhabete, keshim bashkë. I kom shumë... Kjo është gjësia ma e mirë, kur kaluat qaj prago. E hera parë kur irë dhe te familja Gimbos? Se ti ke taku disa dhe në ndë kësa ishe. Madje unë kam takuar shumë herët, që pas daljes Bikut kemi ardhur direkt. Për mu ka qenë takim sikur kishën vite që njeshim, pra nuk ishte si një takim për herë të parë. Po fati unë shumë e mirë, shumë e madhë, që shkëm shumë mirë, të dyja familjet. Edhe kemi harmoni. Gjalli me që i kem përduan familjet e mira, kur po martone? Me katër gusht. Fix bjan, që ajo... Interesant është, pak frikshme kjo puna e... Tregomni, keni bërë pushime të shkurtra, a keni plan me shku dikun pak ma gjatë? Me qënë se na ape këtë temë kaq delikate, ja po them unë sot diçka. Ne sot, data 20 apo, kishim për të shkuar në Itali, për të pushuar një javë. Por... Më stoni që për mu kene që... Do doja shumë, por... Prej angazhimeve të DJ Gimbos, na u destan hullonin. Po, normalisht, duke parë, duke bërë, për një pushim